Ministria e Brendshme, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe IOM prezantuan projektin EU for Migration, i cili ka për synim menaxhimin e migracionit dhe azilit në mënyrë efektive dhe transparente. Projekti bazohet në partneritetin mes qeverisë shqiptare, BE-s dhe dy agjencive të OKB-s mbi menaxhimin e kësaj sfide. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, theksoi se projekti do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve institucionale, përmirësimin e mekanizmave operativ, si dhe rritjen e koordinimit mes të gjithë aktorëve të përfshirë në menaxhimin e migracionit. Sipas tij, mbështetja e dhënë përmes këtij projekti është pjesë e angazhimit më të gjerë të BE-s ndaj Shqipërisë dhe ritheksion për kushtimin për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Ky projekt do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve institucionale, do të përmirësojë mekanizmat operative, do të rrit bashkërendimin mes të gjithë aktorëve që janë të përfshirë në menaxhimin e migracionit. Mbështetja ofruar përmes këtij projekti është pjesë e angazhimit më të gjerë të BE-s ndaj Shqipërisë. Rikonfirmon përkushtimin tonë ndaj stabilitetit dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Është një dëshmi e prekshme e partneritetit që ekziston midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, një partneritet i cili është i fortë. Në praktik, projekti mbështet një sër objektivash e synimesh politike që ndiqen nga qeveria shqiptare, që janë zbatimi i strategjisë kombëtare për migracionin të Shqipërisë 2024-2027, e cila është në përputhje me standardet e përparësitë e BE-s. Përpjekjet e vazhdueshme të Shqipërisë për të kontribuar në zbatimin e përbashkët të plan veprimit të BE-s për Ballkanin Perëndimor, sidomos sa i takon menaxhimit të kufive, luftës kundër kontrabandës së migrantëve, mbështetjes së përpjekjeve të kthimit dhe forcimit të sistemit të azilit. Më së fundi, siç u përmend, ky projekt Më në fund, siç u përmend, ky projekt po kështu do të ndihmojë me mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të shënuar përparim në procesin e anëtarësimit. Ashtu si Zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamallari theksoi se fokusi do të jetë ngritja e kapaciteteve operacionale për menaxhimin e flukseve emigratore. Ai është i bindur se do të jetë një model suksesi që do të ndiqet edhe nga vendet e tjera të rajonit. Do jetë tek ngritja e kapaciteteve operacionale për menaxhimin efektiv dhe flukseve migratore, forcimin e strukturave për kthimin dhe reintegrimin, si dhe zhvillimin e mekanizmave të koordinuar për përballimin e mbërritjeve në rast të rritjeve të flukseve. Gjithashtu, i shërben pikërisht përmirësimit të mëtejshëm të politikave të azilit dhe ndërtimit një procedure funksionale të përputhshme me makinë e BE-s, dhe unë theksoj se edhe në ligjin që ne po kalojmë në komisionet parlamentare dhe do të miratohet së shpejti, pikërisht një kontribut i vyer në ndryshimet që po bëhen, janë pikërisht dhe përmirësimi i procedurave dhe shkurtimi i afateve, kjo edhe në funksion të garantimit të drejtave të migrantëve, azilkërkuesve, familjarëve e tjerë. Në eventin ku u prezantua projekti EU for Migration, koordinatorja e IOM-s për Ballkanin Perëndimor, Laura Lungaroti, theksoi se projekti ka për synim që ta ofrojë Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se bashkëpunimi me Frontex dhe agjencitë të tjera të BE-s për menaxhimin e kufive përshtojë se ky projekt do të çon në një tjetër nivel këtë angazhim. Sipas saj, projekti mbështetet tek strategjia kombëtare për migracionin dhe plani veprimit të miratuara vitin e kaluar dhe është ndërtuar mbi prioritete kombëtare. Lungaroti shtoi se projekti forcon gjithashtu kapacitetet kombëtare për menaxhimin e migracionit dhe sistemit të azilit.